Para mendoje, shkon në gyrbet i merr fëmijët, e lën babën, nanën dhe vetën mshel. Dhe mendon se ai do të fiton miratin e Zotit, kënaqësinë e Allahut, vallahi se jo. Lufta vetë respektimi i prindërve. Sidomos tash është respektohet. Është luftë kjo. Respektimi i prindërve është luftë. A nuk ishte ai në kohën e pejgamberit alayhis salam, ai që dishte emigrante, tha ja Rasulullah, unë tha po vithat e ti, tha po baba dhe nëna po kajnë. Çe tha pejgamberi sa? Me bo hijret për din të Allahut, më afru pejgamberit sa, me jetu me pejgamberin, ku kishte më mirat të madh. Mi po pejgamberi sa tha jo. Tha çysh jon i ke bon tha me kajt, çka boni me kish. Ktheu. Ai tjetër rast, po nis pejgamberi sa për luftë. Tha ti tha ku bosh ati tjetrit, tha betyja Resulullah në luftë, por ta mbrojt Medinën, luftë në rrugë të Allahut. Tha po te babat e nëna ke lënë dikant. Tha jo kërkont, veç Allahun. Tha ktheu se xhihadi yt, lufta jote është e babat e nëna. Para mendoj, në luftë pejgamberi sa pa e kthen mbrapsht. Po i thotë jo, rëndësishëm prindi në këtë rast sa luftë. Domthon ibadet shko te prindi. Domthon pja kalon edhe xhihadi edhe luftës respektimi i prindërve. Pra që do të thotë, dhe sidomos tash në çdo zaman ku është bën i falloj gjë shumë normale, pelon babën veten, pelon nanën veten, si fol babës dhe nanës